cili nga anëtarët e Këshillit Vendor Rinor përfaqëson një shkollë ndryshme, pra një institucion të ndryshëm e tek qytetit tonë të Shkodrës. Çka shumë karakterizon është se nuk jam indiferente, pra kam pashtyer edhe me kanë pjesë e Këshillit Rinor sepse më pëlqen aty ku kam mundësi për me fol, me fol edhe me ngrit zanin që tjerët më ndëgju, por edhe me dhuan mundësinë aty me tjerëve që nuk kanë mundësi për me ngrit zanin edhe mu aktivizu më është se që jam aktivizu më le. Më pëlqen që Këshilli Vendor Rinor tashmë është një platformë e cila ka qasje nga poshtë sipër, bottom up, nuk është një qasje ku vetëm komandon dikush, po komandojmë të gjithë jemi të hapur për të dhënë idetë tona. Ne rinia jemi ardhmja e Shkodrës. Ni shumë të thonë që të rive nuk ka si ju intereson për tjerë ose brezi social më gjithmonë, pra me këto aktivitete më vërtetoj gjithmonë të rive. Mendoj se rinia është ajo që jep, si më thanë, ngjyra Shkodrës. Këshilli Vendor i Rinisë është organizata apo grupi kryesor ku ne mund të shfaqim tana idetë tona, sepse mendoj se gjithë secili për ne shkon idetë e tij speciale, origjinale. Gjithmonë ka pëlqyer më marrë me aktivitetet rinore, edhe gëzohem që vitet e fundit janë shtuar më shumë. Për vitesh tashmë kërkoj që dhe unë me dhanë kontributin tem në Shkodër, edhe pse shpesh herë dal edhe si person që mbroj edhe një stres ndoshta që nuk është edhe shumë e përhapur për me dhanë kontributin e saj. Unë besoj se ky këshill është një opsion shumë mirë, një vend shumë i mirë në cilën ne mund të shfaqim ato risi tona, por unë besoj se rinia shkodrane më shumë se sa përmes risi në këtë moment zoti kryetar, mendoj se ka nevojë për me rritet e shkallëve të përgjithësisë dhe të ndërgjegjshmërisë, pra duhet futet në një moment të reflektimi më të thellë, sepse Shkodra për këtë ka nevojë. Ne për Shkodrën mund të flasim shumë, por nuk mund të flasim thjesht për historinë e saj, duhet të flasim për Shkodrën edhe tani, por mund të flasim edhe për Shkodrën e tarme, për problematikat e saj. Duhet ta luftojmë në farë mënyrë edhe indiferencën që është krijuar në drejt shkodranë, si mos një shkodrane. Vjen shumë mirë që jam pranuar në Këshillin Rinor, pasi mund të hap horizont të mia dhe me të vërtetë ka shumë oportunitete. Shoh që rinia sotme është në mungesë. Pra, gjithmonë duhet që me rindes këtë shkëndijën që ka kanë dikur që me marrë pjesë në aktivitete dhe me kanë sa më të motivuar. Unë du që përveç se me ronë sy rinia shkodrane, unë du me përfshi komplet atë, jam me lanë asnjë prej ty në po përfshi. Unë jam këtu me ju, sepse ju gjithë bashkë, me gjithë individualitetin që ka secili, me çdo veçori që ka secili, ne na bashkon një gjë. Dhe është ajo dëshirë që keni ju me kontribu në mënyrë personale ose të përbashkët për qytetin tonë, për Shkodrën,